Raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andreas Scheider, vlerësoi se Shqipëria ka pasur një ecuri madhore në negociatat për integrimin në Bashkimin Evropian, por nevojitet zbatimi i legjislacionit. Andreas u shpreh se nëse vlerësimi i Komisionit do të ecë mirë, në pranverë do të fillojnë të mbyllen kapitujt dhe Shqipëria do të vazhdojë të jetë pararoj për zgjerimin. Nuk bëhet fjalë vetëm për hapjen e kapitujve apo vetëm për po është puna edhe tek mbyllja, dhe për mbyllja nuk është çështja vetëm tek miratimi i legjislacionit, sepse ideja e ligjit nuk është që ja ne tani e kënaqim Bashkimin Evropian duke miratuar këtë apo ato ligj. Jo, ideja e legjislacionit dhe miratimit të tij është që ne duhet ta miratojmë sepse duhet të afrohemi standardeve europiane në zbatim dhe duhet të kemi një harmonizim më të mirë ndërmjet standardeve në Shqipëri dhe atyre në BE. Kjo do të thotë që edhe pas miratimit të legjislacionit ka shumë punë për të bërë. Dhe kjo më duket goxha mirë, shumë mirë. Pse? Sepse Shqipëria ka vendosur që të jetë e vetëdijshme dhe të përkushtohet reformave, sidomos për luftën kundër krimit organizuar, që përpara 10 vitesh Shqipëria ka ndërmarrë hapin e pa precedent pra që të bënte rivlerësimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Dhe kjo ka sjell edhe ndryshimin e perceptimit të publikut dhe ndryshimin e opinionit publik. Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë komentoi edhe protestin e opozitës të zhvilluar më 24 janar. Scheider tha se në Shqipëri situata nuk është as dramatike sa pasqyrohet në media, duke shtuar se demokracia me Molotov nuk është e mirë. Parlamenti Evropian, dhe e kemi vendosur këtë gjë dhe në raportet e mëparshme, që ne mendojmë që ka ardhur koha tashmë që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap përpara. Çfarë do thotë kjo? Të mos dramatizohet gjithçka, të mos fillohet me koktejle Molotovi e të tjerë, por të luftohet fort me argumente të forta në skenën politike aty ku duhet. Pra kjo vlen edhe për opozitën, edhe për qeverinë, dhe besoj që, siç e dim, mbi 90% e qytetarëve shqiptar duan integrimin evropian dhe mendoj që kjo është gjëja më e mirë që mund t'i tregojë Shqipëria Europës, që është një vend i bashkuar dhe ka një qasje të bashkuar. Dhe unë mendoj që bashkëpunimi brenda kuvendit për disa çështje po ecën goxha mirë, për shembull mësova kohët e fundit edhe që ka unanimitet për disa çështje të politikës së jashtme dhe do të uroja shumë dhe do të doja shumë që edhe çështjet të tilla europiane të sjellin edhe ndryshimin e kulturës edhe në çështje të tjera. Pra, raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andreas Scheider, i bëri thirrje aktorëve politik për dialog për të çuar para rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Këtu arena politike, qeveria, opozita, shoqëria civile, gazetarët, pra dhe ju, media, të gjithë duhet të bëni të pamundurën që të ketë një komunikim të duhur për mënyrën dhe ku është Shqipëria tani dhe ku do të arrijë në të ardhmen. Gjithashtu, raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë bëri thirrje që institucionet të mbështesin punën e strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.